Shpella magjike. Kjo më duket e çuditshme apo jo Lilobela? Por a nuk vjen nga miqtan kjo, ha? Lilobela, shiko, balta e tokës është pak sa e çuditshme. Oh, Kiki, ky duket si një ar. Ar, nxito Lilobela, le të shkojmë që t'i themi dhe të tjerëve. Miqtë e mi, ne duhet të zbardhim këtë çështje deri në fund. Unë them se duhet të gjejmë diçka për të ngrënë. Dërsa unë jam gati të merrem me çdo gjë. Po, patjetër që mund të ketë gjevahira aty. Ndoshta një anga te sari i fshehur. Oh, pa shiko. Këto duken si fosile. Por miqtë e mi, unë, ku është Koko? Hej, miqtë e mi. E ani me një herë. Çfarë ka ndodhur Koko? Atje, duket si një shpellë. Një shpellë, Atëherë e janë i shpejt. Pa dyshim do të jenë një kurth tiramisë dhe miramose. Këtë herë thesari nuk do të smeton dot. Ne do të jemi më të mirët. Por ne jemi më të mirë. Se bëni gojë të ty ju dhe me të gjoni mirë. Vazhdo Koko, lëshoj litarin. Mbau vetëm pak Bolu, ne jemi duke ardhur. Oh, Boluja joni shkret. Bolu, a je mirë? Jam je Jam mirë. si kokra e mollës. Jam mirë. Më bëhet qefi që je mirë. Thesari ynë, e janë i shpejt këtu. Për ku ndodhen gjevahiret? Shiko atje Lilobel, do jenë atje. Nuk e dia fare që do të shikoja para ardhës si Ndalo tani tanë. bambu, je duke lëvizur më shumë se ç'duhet. Kjo është atëherë, ju prezantoj me paraardhësin tim, stër gjyshin tim. Është si shpella e skos. Çfarë është shpella e skos, Zuzu? Me aq sa kam lexuar në librin e Zuzus, thotë që është shpella më e madhe prehistorike në të gjithë botën. E jona nuk është më e bukur, apo jo? Po, madje një thesar i vërtet. Miqtë e mi, ne kemi për ta mbrojtur atë. Është një thesar i paçmuar. Këtë herë, ata janë të bllokuar në këtë kurth. Jeni gati. Thesari është i yni. Thesari është i yni. Është vetëm i yni. Me kas mjaftojnë të dy. Çeveni gojën. Futeni punës tani. Ois, bëj kujdes more. Ois. Zoni, përshpjetoni lëvizjet. Kemi më shumë punë për të bërë. Po shkoj atje. Sa të paftja këta, nuk kam të paftë se këta dy butalin të mi. Sa më pëlqen ky kali i vogël? Tani ne e dim përse jemi këtu. Është e pabesueshme që këta kanë qenë kaq të mëdhenj dikur. Dhe ta mendosh që ishin ata që shpikën zjarrin për të gatuar. Ndërsa të parët e mi shpikën rroton. Do t'i vendosim që të gjitha vizatimet tona në një album të madh, ku kështu mund të mbajmë kujtimet e paraardhësve tan. Po, të lumt Kiki, është një ide shumë e mirë. Ishte të bëj një album të vërtetë.